Normalisht ish dashur me ndodhi një gjë e tillë, për shkak se është pritje normale, është një proces pak a shumë procedural, i cili nuk ish dashur me shpërfaq asnjë lloj problemi. Konstituimi i kuvendit nuk lidhet domosdoshmërisht me koalicionin ose me themelimin e qeverisë, pavarësisht se na këto dy janë ndërlidh, edhe konstituimi i kuvendit gjithmonë ka qenë peng i koalicionit edhe i themelimit të qeverisë. Pra kur s'kemi pas koalicion ose kur kemi pas që është vështirë themelimi i qeverisë, mandej është bllokuar, si më thonë, edhe procesi i konstituimit të kuvendit, e që nuk mendoj që ish dashur me ndodh, për shkak se të paktën momentalisht, siç është në mënyrë ndoshta pak më eksplicite në kornizën tonë ligjore dhe kushtetuese, pra e drejta për me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit i takon ekskluzivisht partisë më të madhe ose grupit më të madh parlamentar, dhe nuk ka ndonjë klauzulë tjetër që e mundson që ke drejtë ti kaloj dikujt tjetër, dhe rrjedhimisht besoj që do të ishte interesi të gjitha partive politike që të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, për shkak se me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, me zgjedhjen e kryesisë, nën kryetarëve që vijnë nga pothuajse shumica e partive parlamentare, atë do të konstituojë kuvendi dhe gjitha partitë do të ishin të përfaqësuar, si më thon, kryesinë e të kuvendit, dhe mandej prej kuvendit do të fillonin të burojnë afate të tjera ligjore. Pra, ne kemi dëgjuar në diskursin publik që partitë opozitare po zotohen që do të themelojnë qeverinë. Dhe mendoj që nëse ky është, si më thon, zotim i sinqert, atëherë do të ishte edhe në përfitimin ose në benefitin e partive opozitare që kuvendi të konstituojë qysh nesër dhe të fillojnë mandej të rrjedhin afatet për themelimin e qeverisë. Dhe nëse partia e parë nuk arrin të themelojë qeverinë, atëherë normalisht kjo e drejtë mund t'i kaloj kujtdo tjetër që si më thonë provon. Ka thonë që do ta votojmë. Po, kjo kish me qenë shumë e pritshme dhe shumë logjike, në fakt. Unë besoj që një gjë e tillë do duhet të ndodhte nesër, në mënyrë që mi hap rrugë proceseve të tjera. Mos të harrojmë se në vitet në zgjedhjet e kaluara ose si më thon pas zgjedhjeve të kaluara kur kemi pas situata të tilla, asnjëherë nuk ka ndodhur që partitë e tjera ta bllokojnë, si më thon, konstituimin e kuvendit. Gjithmonë ka qenë partia e parë që ka përdor për me shtyja afate derisa kanë arrit ndonjë lloj marrëveshje për koalicion për themelim qeverisë. Për shkak se të kaluarën pra ka pas ta zom 2019, edhe pse negociatat nuk ishin askund përfundim atë kundërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike. Në momentin që lëviza vetëvendosje propozoi zotin Konjufca atëherë për kryetar të kuvendit, lidha demokratike votoi. Pra nuk është që kemi pas bojkot partive opozitare ose partive dyta dhe treta që në kuvend, por gjithmonë është përdor posti kryeparlamentarit ose zgjedhja e kryetarit për me vonu pak a shumë procesin në mënyrë që me u arrit në marrëveshje për koalicion. Tash ndoshta diçka që është më rëndësishme përmendur se ne shpeshherë po atakojmë pak këtë kozgjatjen e procesit të marrëveshjeve, po që në demokraci të tilla proporcionale shumë normale, për shkak se merr kohë në këtë vendet, merr kohë në vendet të zhvilluara si Gjermania, cilët kanë pas zgjedhje pas nesh, po ka qenë një proces mjaft i gjatë dhe mjaft kompleks. Megjithatë, te ne çka mungon ose çka është mendoj unë e meta e këtë këtyre diskutimeve që bëhen është se gjithmonë reduktohen në pozita, në poste, në balancet të pushtetit, në ekzekutiv dhe jo asnjëherë në përafrim programeve ose të ideve të përgjithshme. Pra, ne jemi para një situate shumë të vështirë edhe si vend, po edhe si kontinent, edhe për mu kish me qenë e rëndësishme që gjitha palët më ullë dhe më diskutu, ta zëmë se çka do të ndodhë me dialogun, çka do të ndodhë me procesin antarësimit të Këshillit BE-s, në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, në NATO, që janë interesa shumë më të mëdha se sa interesat e politikave ditore. Dhe nëse do të kishim besoj diskutime mbi tema tilla ose piknisja e diskutimit do të ishin temat e tilla, atëherë mendoj që do të kishim shumë më lehtë një koalicion ndoshta qeverisës se sa këto pozicionimet dhe barikadimet që janë në bazë të qëndrimeve politikave ditore.